Çdo pasdite ishte e njëjta gjë. Djali do ta parkonte karrocën me rrota në cep të oborrit, do ta ngrinte fytyrën drejt qiellit dhe do të priste. Ai nuk tha asgjë, vetëm qëndroi aty, me atë pamje të qetë dhe të lodhur, ndërsa era i frynte ngadalë përtej veshëve. Emri i tij ishte Luan. Ai ishte vetëm 9 vjeç dhe luftonte me leuqemin që po ja dobësonte trupin çdo ditë. Por edhe kështu, ai nuk do të hiqte dorë nga ai moment. Sepse çdo pasdite të vonë, pa humbur asnjë, shfaqej Skifteri. Ishte gjithmonë e njëjta gjë, nga lart ai zbriste ngadalë, duke rrëshitur në qiellin e kuqërem. Ai u rrotullua rreth shtëpisë disa herë, sikur të po shikonte, dhe pastaj ra pikërisht mbi gardhin prej druri që rrethonte oborrin. Luani buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, pothuajse pa forcë, por e sinqertë. Skifteri ishte ndryshe. Ai nuk ishte nga ata njerëz që friksoheshin ose kishin frikë nga gjithçka. Ai ishte i qetë, i vendosur. Ai kishte pupla të errëta, gjoks më të çelët dhe sy. Oh, sytë e tij dukeshin sikur kuptonin. Ai qëndroi aty duke e parë djalin me atë vështrim të palëvizshëm, pa asnjë frikë. Ndonjëherë afrohej më shumë dhe binte në krahun e karriges. Herë të tjera, ai thjesht qëndronte te gardi duke parë. Nëna e Luanit, Dona Celina, i pa të gjitha këto nga dritarja e kuzhinës. Nuk e kuptova shumë mirë, por as nuk ndërhyra. Ajo vetëm i fshiu lotët fshehurazi, nga frika se mos ndërpriste atë që e quante mrekullia e heshtjes. Sepse kështu dukej, një mrekulli e heshtur që nuk mund të shpjegohej. Luani tha se Skifteri mund të ndjente kur ishte i trishtuar. Ai vjen kur më dhem gjoksi, tha ai dikur. Dhe pastaj shtoi me zë të ulët, ai e di që po i ki. Askush nuk debatoi me të. Si mund të debatonte me një djalë me sy të fundosur, lëkurë të zbehtë dhe një buzëqeshje kaq të lehtë? E vetmja gjë që mbetej ishte të ulesha aty pranë tij dhe t'i mbaja dorën. Pjesa tjetër ishte midis tij dhe Skifterit. Atë pasdite, era ishte më e ftohtë. Luani dridhej pak, por nuk donte të hynte brenda. Kërkoi vetëm 5 minuta më shumë. Dhe si çdo pasdite tjetër, erdhi Skifteri. Por këtë herë, ai nuk ra në gardh. Fluturoi më poshtë, u ndal pikërisht në buzë të karriges dhe për herë të parë, ngadalë ja preku sjepin dorës së djalit. Luani i mbylli syt, sikur ky të ishte përqafimi që i nevojitej. E dija që do të vije, pëshpëriti ai. Heshtja që pasoi ishte më e zhurmshme se çdo fjalë. Dona Celina, në kuzhinë, nuk i mbajti dot lotët. Babai, i cili rrallë fliste, doli dhe qëndroi te dera, duke e parë skenën me sy të kuq. Dielli u zhduk ngadalë pas pemëve. Qielli u bë roz. Skifteri përplasi krahët dhe u ngrit lart, por nuk u ngrit. Ai vazhdoi të sillej rreth e qark atje lart, ndërsa Luani e shikonte me një shkëlqim të zbehtë në sy. Do të kthehet nesër, tha djali me zë të ulët. Ai gjithmonë kthehet. Dhe atë natë, Luani fjeti me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë. E njëjta buzëqeshje e dikujt që e dinte tashmë se lamtumira po vinte, por nuk kishte frikë. Sepse kur dhimbja është e madhe, dashuria duhet të jetë më e madhe. Dhe në atë obor të thjesht, midis karrocës me rrota dhe gardhit prej druri, një djalë i sëmur dhe një skifter i egër kishin gjetur tek njëri tjetri atë që askush tjetër nuk e kuptonte, paqen. Të nesërmen në mëngjes, Luani u zgjua më i dobët. Frymëmarrja e tij ishte sipërfaqësore, fytyra e tij ishte edhe më e zbehtë. Por megjithatë, ai donte të shkonte në oborrin e shtëpisë. Ai i kërkoi nënës së tij ta çonte në karrige në të njëjtin cep si gjithmonë. Dona Celina, me zemër në dorë, e shtyu karrigen prapa pa thënë asgjë. Djali shikoi qiellin sikur po priste dikë që ishte vonuar tashmë. Dhe qëndroi aty, i qetë. Dielli po fillonte të ngrohte dhe pa pritmas, ai ishte ja ku ishte. Skifteri erdhi nga lart si një shigjet heshtjeje. Rrëshiti bukur, duke u rrotulluar në ajër dhe u ul përsëri në gardh. Këtë herë, Luani buzëqeshi më gjerë. E dija që do të vije, tha ai me zë të dobët. Kafsha u përgjigj me një britm të lehtë, pothuajse duke përshpëritur bashkë me të. Dona Celina ngriu brenda. Duket sikur flisnin një gjuhë krejt të tyren. Mami, tha ai, duke e kthyer fytyrën ngadalë, doja të bëja diçka sot. Ajo u përkul shpejt, i mori dorën dhe e pyeti se çfarë ishte. Doja ta shija të fluturonte, por jo në atë mënyrë.
Doja ta shija nga afër duke e ndjer erën bashkë me mua. Nëna nuk e kuptoi tamam. Luani e shpjegoi më mirë në mënyrën e tij. Doja të më shtynin me karrocë lart në kodër pas shtëpisë. Nga atje lart mund të shihej gjithçka. Makinat, pemët, çatit e shtëpive. Dhe ai mendoi se nëse skifteri do të fluturonte larg që andej, do të dukej sikur po fluturonte me të. Dona Celina ngriu. Vendi ishte larg, djali mezi merrte frym siç duhet. Por kërkesa ishte aty në sytë e tij. Një kërkesë e fundit, ndoshta. Të lutem, mami, edhe një herë, ajo gëlltiti me vështirësi dhe thiri të atin. Të dy e shtyn me kujdes karrocën me rrota përgjat kaldrëmit. Shtegu ishte i vështirë, por heshtja e Luanit bërtiste më fort. Dhe skifteri, sikur ta kishte kuptuar, fluturoi sipër duke ndjekur gjithçka. Ai bënte kthesa të shkurtra, priste, e ndiqte. Nuk do t'i lëshoja për asnjë sekondë. Ata arritën në majë të kodrës me diellin që perëndonte fort. Luani shikoi përreth. Ai buzëqeshi. Është këtu, babai gjeti një copë në dy sheme dhe e nxori djalin nga karrigia me kujdesin më të madh në botë. Ai rinte shtrira aty me kokën drejtuar nga qielli. Luani po merrte frym ngadalë, por buzëqeshja ishte ende aty. Skifteri u ul afër. Pikërisht pranë. Dhe pastaj, nga askund, Luani shtriu dorën e tij të dobët. Kafsha bëri 2 hapa përpara dhe e vendosi përsëri sqepin në pëllëmbën e tij. Era fryu fort në atë moment. Qielli dukej sikur u ndal. Dhe skifteri hapi krahët dhe u ngrit në fluturim. Por nuk ishte një fluturim i zakonshëm. Ai bëri një rrotullim të ulët, pastaj u nis lart. Ai bëri kthesa të gjera, sikur po vizatonte emrin e djalit në ajër. Ishte sikur ai fluturim ishte vetëm për të. Sikur të thoshte, unë jam këtu dhe ti je me mua. Dona Celina qau në heshtje. Babai vetëm shikonte, me lot në sy. Djali buzëqeshi duke parë qiellin, sikur zemra e tij të ishte shndërruar edhe ajo në një zog. Sot fluturova me të, mami, dhe atje, në majë të kodrës, midis erës dhe heshtjes, një djalë i sëmur dhe një skifter i egër e bën botën të ndalet për një çast. Dhe në atë moment, gjithçka kishte kuptim. Pas atij fluturimi atje lart në kodër, Luani ishte ndryshe. Më i qetë, më i lehtë. Duket sikur kishte lënë një peshë atje lart, duke fluturuar së bashku me skifterin. Trupi i tij ishte ende i dobët, sëmundja po e gërryente nga brenda, por sytë e tij ishin të gjallë. Për disa ditët në vijim, ai donte vetëm të qëndronte në obor. Edhe kur dielli ishte i dobët ose era ishte e ftohtë, ai kërkonte të dilte jashtë. Ai rinte i mbështjell me një batanie, me hundën e kuqe nga të ftohtit, duke pritur. Dhe pothuajse gjithmonë vinte skifteri. Ishte gjithmonë në të njëjtën kohë. Herët në pasdite. Do të shfaqej në qiell, do të bënte disa kthesa dhe do të ulej në pemën në sfond. Nuk bënte asnjë zhurmë, nuk fluturonte përreth pa asnjë arsye. Unë thjesht qëndrova aty, duke kërkuar. Dhe Luani po shikonte gjithashtu. Nëna ishte ulur larg në verandë. Ndonjëherë qaja, ndonjëherë buzëqeshja. E dija që kjo ishte më shumë se sa thjesht një vizitë. Ishte sikur qielli po dërgonte një mesazh. Dhe vetëm Luani e kuptonte. Më premtoi se nuk do të më linte vetëm, mami, tha ai një ditë, pa ja hequr syt qiellit. Dona Celina u gjunjëzua pranë tij, e lëvizur. Kush premtoi, bir? Skifteri. Kur më ra në krah atë ditë atje lart në kodër, më tha jo me fjalë, por pikërisht këtu brenda, dhe tregoi me dorën e tij të hollë nga gjoksi i tij. Nëna i mbajti lotët. Ajo i kaloi dorën nëpër flokët dhe qëndroi aty, e heshtur. Ishte shumë e vështirë të shihej një djalë në atë gjendje. Por ishte edhe e bukur. Sepse, edhe pse ishte i sëmur, Luani besonte ende në diçka të mirë. Unë ende shija bukurinë në gjërat e vogla. Të nesërmen, skifteri nuk u shfaq më. Qielli u bë i vrenjtur. Dhe Luani e ndjeu këtë. Ai ishte në agoni gjithë ditën, duke menduar nëse do të kthehej. A më haroj ai mua, mami? Sigurisht që jo, bir. Ndonjëherë edhe qielli ka nevojë për pak pushim. Por ai nuk e besonte vërtet. Ai mbeti i dëshpëruar.
Ai shkoi për të fjetur vetëm pasi nëna e tij i premtoi se, nëse skifteri do të kthehej, ajo do ta zgjonte, pavarësisht se sa ishte ora. Dhe kështu ishte. Në orët e para të mëngjesit, një zhurmë e çuditshme zgjoi shtëpinë. Një trokitje në dritaren e dhomës së gjumit. Kur nëna shikoi, ai ishte aty. Skifteri, duke qëndruar në parapet, duke parë drejt brenda. Ai as nuk ja uli sy. Dona Celina vrapoi, e zgjoi Luanin dhe ja tregoi. Shiko, bir, ai është kthyer. Ai është këtu. Sytë e djalit u zgjeruan, edhe pse fytyra e tij ishte e lodhur. Të thash se nuk do të më linte. Skifteri qëndroi aty edhe për disa sekonda, pastaj hapi krahët dhe u zhduk në errësirë. Të nesërmen në mëngjes, Luani dukej më i qetë. Më shumë në paqe. Ai u ul përsëri në obor, me batanien rreth shpatullave. Ai po priste. Dhe këtë herë, Skifteri u kthye herët. Por ai nuk erdhi vetëm. Pas tij vinin 2 të tjerë. 3 skifterë, duke fluturuar në formacion, duke u bredhur në përqiell sikur të vizatonin një shteg. Djali u ngrit me mundim. Pothuajse ra. Por ai qëndroi në këmbë. Mami. Mendoj se erdhën të më merrnin. Nëna vrapoi dhe e mbajti. Askush nuk do të kap, bir. Ata thjesht po tregojnë se janë këtu. Ai buzëqeshi. Në rregull, atëherë. Do të ri edhe pak dhe qëndroi. Në heshtje. Duke parë qiellin. Era që fryn nëpër flokët e tij të hollë. Dhe skifterët që rrotulloheshin sipër kokës, si engjëj me pupla të mprehta. Dhe atë ditë, qielli nuk dukej më aq larg. Atë javë, Luani u përkeqësua. Frymëmarrja ime ishte më e shkurtër, isha aq e lodhur sa më duhej të flisja. Mezi po ngrihesha nga shtrati. Por megjithatë, çdo ditë, ai pyeste për skifterin. A erdhi sot, nën? Dhe nëna gënjeu me një buzëqeshje të trishtuar. Po, e bëri, bir. Ai përroi qiellin 3 herë dhe pastaj iku. Por në të vërtetë, qielli kishte qenë bosh për ditë të tëra. Asnjë krah që kalon pranë. Asnjë frymëmarrje ndryshe në erë. Babai, i cili nuk fliste shumë, hyri në dhomë një natë dhe e pa djalin duke fjetur. Sytë e tij ishin aq të fundosur, lëkura e tij ishte pa ngjyrë, gjoksi i tij ngrihej e ulej ngadalë. Dona Celina u shfaq të dera dhe pëshpëriti, ai po pret skifterin. Babai tundi kokën. Po sikur skifteri ta pret, ajo mbajti frymën. Kjo dhemte. Por ajo e kuptoi. Ishte sikur skifteri të ishte më shumë se sa një kafshë. Ishte një shenjë. Ishte një lamtumir që po vinte ngadalë. Pas ditën tjetër, qielli u pastrua në një mënyrë tjetër. Nuk ishte rreze e fortë dielli, ishte një shkëlqim i butë, si një velo e artë. Dhe në mes të gjithë kësaj, ja ku erdhi ai. Skifteri. Duke fluturuar ulët në vijë të drejtë, sikur të kishte një destinacion të caktuar. Nëna bërtiti nga balkoni, Luan. Ai është kthyer. Brapo, biri im. Djali u ngrit në këmbë i tmerruar. Këmbët e tij të dobëta nuk e ndihmuan, por ai u zvarrit deri në oborin e shtëpisë. Batania që bie gjatë rrugës. Fytyra e zbet po merr përsëri ngjyrë pikërisht nga lajme. Kur doli jashtë, skifteri ishte në mur undal. Duke e parë, me sy të gjallë e intensiv, sikur të ishte një person. Dhe Luani shikoi prapa, pa i shkelur sy. Atëherë kafsha përplasi krahët dhe zbriti. Ai u ndal në tokë, disa hapa larg djalit. Nëna e mbuloi gojen me dorë. Babai as nuk mund të lëvizte. Skifteri eci ngadalë drejt tij. U ndal përpara. Ai shtriu një krah, sikur po i ofronte një përqafim. Dhe djali, edhe pse dridhej, u gjunjëzua në 2 shemen prej dheu dhe mbështeti ballin në gjoksin e kafshës. Ishte aty. Heshtje totale. Vetëm era që lëviz gjethet. Djali dhe skifteri, sikur po flisnin pa thënë asgjë. Pas pak, ai pëshpëriti, jam gati. Nëna ra në gjunjë. Babai u kthye për të fshehur lotët. Skifteri e rrethoi ngadalë dhe u ngrit lart. I lartë. Çdo rrahje krahu dukej sikur na prekte zemra. Kur u zhduk në qiell, djali ishte ende i gjunjëzuar, me sy të lagur, por me një buzëqeshje të vogël në cep të gojës. Ai më tha se nesër do të jetë dita. Nëna nuk e kuptoi.
Dita e kujt, Luan? Ditë fluturimi, mami. Ajo e përqafoi fort, duke qarë butësisht mbi shpatullën e tij. Por ti tashmë po fluturon, biri im. Dhe ai u përgjigj me një përshpëritje, vetëm krahu i fundit mungon. Atë natë, ai shkoi në shtrat herët. Ai nuk i kërkoi askujt të fikte dritën në dhomë dhe e la dritaren hapur. Nëse ai do të kthehet, dua që ta gjej rrugën. Dhe ai fjeti me një buzëqeshje. Qielli ishte i kthjellët atë natë, plot yje. Por askush nuk shkëlqente më shumë se sytë e Luanit, ndërsa ai ëndërronte fluturimin që mungonte. Mëngjesi agoi ndryshe. Era frynte lehtë, si një përshpëritje. Pemët dukeshin të palvishme, duke dëgjuar diçka që ne nuk mund ta dëgjonim. Brenda dhomës mbretëronte heshtja. E vetmja gjë që dëgjoi ishte frymëmarrja e ngadaltë e Luanit, ndërsa flinte me dritaren hapur, siç e kishte kërkuar. Nëna hyri ngadalë me një tabaka në dorë. Qumësht i ngrohtë, bukë me gjalpë dhe ilaçi. Por ai u ndal te dera. Ai ndjeu një shtrëngim në gjoks. Djali nuk lëvizi. Vetëm një fytyrë e qetë, sikur të ishte në mes të një ëndre të mirë. Ajo ju afrua, i preku dorën. Ishte ngric. Luan zgjohu, bir, asgjë. Ajo ja preku fytyrën. Një britmë u ngrit në fyt. Luan babai vrapoi brenda kur dëgjoi britmën. U ndal së thari. Ai e shikoi djalin. Ai u ul me gjunjë pranë shtratit. Ai e tërhoqi në prehër. Djali im, por Luani kishte ikur tashmë. Ashtu siç e tha ai. Duke fjetur. Dritë. Me një buzëqeshje të lehtë në cep të gojës. Lajmi u përhap në të gjithë fshatin. Erdhën shumë njerëz. Fqinjë, kushërinj, madje edhe njerëz që nuk i njihja shumë mirë. Shtëpia ishte mbushur me heshtje. Vetëm dënesje, përqafime të forta dhe tingulli i dëshirës që ra në gjoks. Në oborin e shtëpisë, askush nuk e pa kur mbërriti Skifteri. Ai erdhi duke fluturuar ulët dhe u ndal në maj të gardit. Ai shikoi qiellin, pastaj dritaren e dhomës së gjumit. Sikur ta dinte. Ai u hodh për tokë. Ai eci ngadalë drejt derës së dhomës. Njerëzit hapën rrugë. Ishte sikur të gjithë e kuptuan se kjo nuk ishte normale. Ishte diçka nga një botë tjetër. Skifteri hyri në shtëpi dhe kaloi nëpër këmbët e njerëzve. Ai shkoi në dhomë. Ai u ndal para shtratit. Ai e shikoi djalin që ishte shtrirë aty, me një batanie që i mbulonte trupin. Ai qëndroi në vend. Pastaj bëri 2 hapa. Ai u ngjit në buzë të shtratit dhe i shtypi gjoksin fytyrës së djalit. Qëndroi aty, pa lëvizur, duke qarë. Askush nuk e besoi, por një lot i rrjedhi nga sytë Skifterit. Një shkëlqim i vogël, diskret. Por ishte aty. Pastaj ai hapi krahët. Ngadalë. Si dikush që mbron. Sikur do ta mbulonte përsëri Luanin vetëm me pupla, jo me pëlhur. Ai lëshoi një britmë. Një tingull i fortë, por i trishtueshëm. Nëna u rrëzua në 2 sheme. Babai thjesht uli kokën. Skifteri u ngrit nga shtrati, eci deri në mes të dhomës dhe u ngjit në raftin e librave. Ai e mori me sqep kukullën e vogël prej letre që Luani ja kishte bërë disa ditë më parë. Ai fluturoi me atë gjë në sqep, doli nga dritarja dhe u ngjit në qiell. Ai ecte rreth shtëpisë 3 herë. I ngadalt, si një lamtumir. Pastaj ai u zhduk në rreth. Të nesërmen, babai e gjeti kukullën e vogël në maj të kodrës. Mbi gurin ku Luani tha se donte të varrosej nëse mundej. Ja ku je, baba. Që ta shohësh qiellin më mirë. Ai e mbajti mend këtë dhe qau përsëri. Skifteri nuk u pa më kurrë. Por babai betoi se, her pas here, kur të ngjitej në mal për të menduar, do të dëgjonte një britmë atje lart. I fortë. I lënduar. Si një mall në formën e një krahu. Dhe sa herë që qielli bëhej i ardh drejt fundit të pasdites, nëna ngrinte kokën dhe thoshte, ai duhet të jetë duke fluturuar me Luanin tani, dhe era u përgjigj me heshtje.